Falënderimet takojnë Allahut Azza wa Jall, ndërsa salatet dhe selamet ja dërgojmë Resulullahit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe besnik, dhe mbi gjithë ata të cilët pasojnë dhe do të pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Pse njeriu kërkon? Pse njeriu dëshiron të lutet dikujt? Qëndroni me mua. Nëse në një moment shkon dhe i kërkon një shokut tënd, një mikut tënd, një dostit tënd, i kërkon për një kërkesë cilën ti e ke, dhe ai në atë moment ty të përgjigjet me një përgjigje befasuese. Ai të thotë se unë do t'i plotësoj gjitha dëshirat që ti i ke, gjitha nevojat e tua. Si do ndjeheshte? Është e bukur apo? Kalojmë në një etapë tjetër. Nëse kërkon një takim me kryetarin e një shteti, të shtetit tënd, dhe e takon, dhe në moment ja kërkon ato kërkesat e tua që i ke, dhe në atë moment kryetari drejtohet dhe thotë, po ti pranoj gjitha kërkesat, dhe nga sot të them se derën e ke të hapur për çdo problemin tënd që do t'i plotësoj gjitha. Si e sheh veten tënde? Si ec në atë shtet? Me krenari, me mburje apo? Kalojmë në atë e cila është më e rëndësishme, në atë cilën çdo njeri prej neve e ka pasionin më të madh, në atë e cila Allahu Azza wa Jall po drejtohet ty, ai i cili e krijoi atë shtet, ai i cili e krijoi njerëzimin, të krijoi ty dhe mua. Çfarë po thot ai në Kur'anin famulart? Po drejtohet me një ajet kuranor ku thot: "Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li." Allahu Azza wa Jall po drejtohet me një verset kuranor, me një ajet qartazi po thot se nëse pyet robi im, nëse pyet njeriu se ku është Allahu, ku gjendet ai është afër teje dhe i përgjigjet lutjes tënde kur i lutet besimtari me sinqeritetin më të madh. Cila është më krenari? Ajo që miku yt të tha dhe të hapi zemrën t'i plotësoj gjitha kërkesat? Ajo e cila të tha kryetari i shtetit t'i plotësoj gjitha kërkesat, gjitha lutjet e tua, apo kjo që Allahu Azza wa Jall po drejtohet fuqishëm se unë të pranoj ty me çdo gabimin tënd, edhe ti kur gabon, edhe ti kur ke nevojë, edhe ti kur gjitha brengat e tua të bohen, unë t'i zgjidhi dhe nuk kërkoj asgjë që të më kthesh ti mua. Vetëm adhuroje Allahun Azza wa Jall. Pse njeriu duhet kërkon? Njeriu kërkon sepse ka nevojë. Allahu s'ka nevojë për ty. Ti ke nevojë për Allahun Azza wa Jall. E ne në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, në muajin në cilin lutja pranohet me shpejtësinë e dritës. Lutja pranohet atë shpejtësa që do të habitesh edhe ti se çfarë fuqie të madhe Allahu Azza wa Jall i ka lënë duas dhe lutjes. Ta hekim një breng cilën e kemi në jetën tonë. Ajo breng është e cila që njeriu shpesh herë pyet se a pranohet lutja apo nuk pranohet lutja. Po ta heq këtë breng sot që mos ta kesh asnjëherë më dert në jetën tënde. Gjitha lutjet që i bën ti drejtuar Allahut pranohen. Por këtu do të ndalemi pak. Do t'i tregojmë 3 pika shumë interesante. E para është, nëse ti drejtohesh Allahut Azza wa Jall dhe i kërkon një kërkesë tënde në cilën e ke në jetën tënde, Allahu Azza wa Jall atë kërkesën tënde, atë lutjen tënde, ta pranon në moment dhe jemi dëshmitar shumë që janë pranuar lutjet tona, shumë lutje janë pranuar në momentin që ne i kemi bërë, apo? Po ka disa lutje që Allahu i vanon për bekimet dhe për mirësitë apo për brendësinë që ne nuk e dimë. Kjo është e para që Allahu ta pranon lutjen tënde. E dyta, përsëri Allahu ta pranon lutjen tënde. Po a dini si? Nëse ti lutesh Allahut Azza wa Jall, në atë periudhë që ti lutesh, Allahu e ka pasur në plan që të sprovon ty, e ka pasur në plan që të sprovon ty dhe të ta jep ndonjë bela në jetën tënde. Por shkaktar bëhet lutja jote, fuqia e lutjes tënde, që Allahu Azza wa Jall të ta largon atë bela, atë breng, atë sprovë që ka pasur të ta dërgon, shkaku që ti po lutesh. Dhe e treta është ajo të cilën e kishim dëshiruar gjithë. Në ditën e gjykimit nuk do të na bën dobi as malli as evladi, por do të na bëjnë dobi vetëm veprat e tona dhe një punë tjetër. A dini cila është ajo punë? Është ajo lutje që ti e ke bërë e që Allahu Azza wa Jall nuk të është përgjigjur as në moment, as me vonesë, as nuk ta ka hequr ndonjë sprovë, po ta ka lënë në ditën e gjykimit, në atë ditë kur çdo send do të dalë në shesh, çdo send do të gjykohet, Allahu Azza wa Jall do ta sjellë atë lutjen tënde të sinqertë,
do ta sjell para teje dhe do të thotë kjo është lutja jote cilën ti e bëre dhe tani po ta shndroj në sevapët e tua, po ta pranoj këtu dhe po ta hap xhenetin tim. Kjo është më e rëndësishme se të gjitha. Dashur vëllezër, njeriu kërkon shpesh herë forma se si të pendohet, apo si t'i kërkon Allahut Azza wa Jall. Ndër format më të mira që njeriu mund të pendohet dhe mund të kërkon nga Allahu Azza wa Jall është kjo që vjen. Kur gjithë natën, kur të gjithë njerëzit flinë, kur të gjithë janë në qetësinë absolute, askush nuk lëviz, është teri madh dhe ti zgjohesh e prish rahatin tënde. E prish atë rahatin cilën nuk do ta kishte prishur askush tjetër posa ajo brenga apo ajo kërkesa që e ke brenda vetës. Dhe ti po e prish rahatin tënde dhe po shkon në një vend ku duhet pastrohesh, të marrësh abdes. Do të marrësh abdes edhe do të pastrohesh në formën më të mirë të mundshme, ashtu siç ka marrë abdes Muhamedi alayhi salatu wasalam, sallallahu alaihi wasallam. Në moment kur ti po merr abdes, Allahu Azza wa Jall po fillon dhe po të pastron ty dhe po të përgatit që ti të takohesh me Allahun Azza wa Jall. Dhe shkon e gjen një vend qetë, sigurt, që ti do t'i falësh 2 rekate namaz vullnetar. Dhe në ato 2 rekate Allahu Azza wa Jall po e sheh ende pa e thënë ti atë kërkesë tënde të cilën ti e ke në jetë. Je në muajin e bekuar të Ramazanit. Praktikoje shpesh herë që ti kërkosh Allahut Azza wa Jall në këtë formë. Dhe kur hyn ti në namaz, Allahu Azza wa Jall po e shikon se ti e prish rahatin tënde, për kanë e prish atë rahati. Për Allahun Azza wa Jall apo. Allahu Azza wa Jall po ta jep shpërblimin ende pa e kërkuar ti atë cilën je drejtuar dhe je zgjuar. Dhe pasi që i mbaron këtu 2 rekate nafile namaz vullnetar, i drejton duar drejt Allahut Azza wa Jall, drejt qiellit. Dhe i kërkon Allahut me zemër të penduar, me zemër që asnjë lloj zemre që njeriu kur ka më së shumti nevojë në jetën e tij, i kërkon Allahut Azza wa Jall. Dhe kur fillon dhe i kërkon Allahut Azza wa Jall në këtë formë, pasha madhrinë e Allahut, pasha atë i cili krijoi qiejt dhe tokën, Allahu nuk e kthen lutjen e besimtarit asnjëherë prap. Asnjëherë nuk e kthen prap. Andaj, nëse në këtë formë je pastruar, je zgjuar në mesin e natës dhe ke shkuar në një vend të sigurt dhe në një vend kur askush nuk dëgjon, vetëm krijuesi jot, dhe i kërkon Allahut Azza wa Jall, çfarë mendon? Allahu nuk po të sheh. Ai e sheh bubrecin në mesin e natës, në gurin e zi, në errësirën më të madhe, e nuk po të sheh ty që je zgjuar dhe po i kërkon Allahut Azza wa Jall. Dijeni vëllezër dhe motra të nderuara se Allahu Azza wa Jall shpesh herë kërkon prej teje që ti të zgjohesh dhe ta sheh atë mundin tënd dhe atë sinqeritetin tënd. Dhe kur ta bësh ti këtë, Allahu pse të ka krijuar ty? A mendon se Allahu të ka krijuar ty për të dënuar? Wallahi asesi Allahu nuk të ka krijuar për dënuar, por Allahu ka krijuar që ti ta adhurosh atë dhe ta fitosh shpërblimin e Allahut Azza wa Jall. Një ajet kuranor Allahu na drejtohet ku thotë وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. Njeriu e lut Allahun për të keqen ashtu siç e lut atë për të mirën, dhe njeriu shpesh herë është i nxituar. I dashur vëlla, ti Allahut i kërkon për atë cilën ti mendon se është e mirë, por dije një gjë shumë të rëndësishme në jetën tënde. Allahu nuk ta jep shpesh herë atë cilën ti mendon se është e hajrit, po ta jep atë e cilën është për ty më e mira edhe në kohën për cilën ti më shumë ti ke nevojë. Ti je si një fëmijë që nuk ke kontroll të veçantë. Ti je si një fëmijë që nuk e din cila është e hajrit për ty dhe cila është e sherrit për ty. E jo ti e di çfarë kërkohet. Kërkohet që ti Allahun Azza wa Jall të lutesh çdo herë për çdo kërkesë tënde, dhe në momentin që ti kërkon Allahut Azza wa Jall, lutja jote vetë është e pranuar, ashtu siç i treguam në 3 format e mëparshme. I dashur vëlla e nderuar motër, kur flasim për lutjen gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, i dim disa kohë që nëse njeriu kërkon për Allahut Azza wa Jall, në moment çastin e parë pranohet lutja jote. Nëse ti për Allahun Azza wa Jall e lëm barkun unt, nuk i ban ato të cilët Allahu Azza wa Jall ti ka treguar se gjatë muajit të Ramazanit i ke ndaluar ti bësh nga koha që hyn çështja e agjerimit deri në momentin kur ti duhet ta prishësh agjerimin tënd, ti kur shkon në sofrën e iftarit, vetëm ta mendojmë, ulemi në sofrën e iftarit. Askush nuk ndalon. E ke ujin para vetës, e ke bukën tënde para vetës, dhe ti nuk e prish. Pse nuk e prish?
A pyet veten tënde, pse nuk e prish ti agjerimin tënd? Nuk e prish vetëm se ti e beson atë cilën Allahu Azza wa Jall ty ta ka shpallur, ty të ka urdhëruar dhe ty të ka bërë që ta aplikosh atë vepër cilën ka thënë Allahu Azza wa Jall dhe ta fitosh shpërblimin e Allahut Azza wa Jall. Po kjo është madhështore. Dhe duke qenë ti në sofrën e iftarit, pejgamberi Allahut Azza wa Jall thot, pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam thot, në sofrën e iftarit, kur ti je në çastet e fundit duke agjëruar, nëse i lutesh Allahut Azza wa Jall, Allahu lutjen e agjëruesit pa shamadhërinë e atij nuk e kthen asnjëherë prapë. Lutu në kohën para se ta bësh iftarin. Lutu në kohën e syfirit kur përsëri e prish rahatin tënde për të ushqyer dhe për të agjëruar gjithë ditën. Lutu gjatë gjithë ditës së Ramazanit. Dhe ta kujtojmë një hadith të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Çdo ditë muaj të bekuar të Ramazanit, Allahu Azza wa Jall liron rob nga zjarri i xhehenemit dhe ja u heq emrat e tyre nga lista e xhehenemlive dhe u shënon në listat e xhenetlive dhe çdo natë 30 natët e Ramazanit Allahu Azza wa Jall i liron njerëzit nga zjarri i xhehenemit drejt dhe i fut në listën e xhenetlive, pa nuk është kjo krenari që t'ja kërkosh Allahut gjatë 30 ditësh muajit bekurit të Ramazanit që Allahu Azza wa Jall të bën ty nga banorët e xhenetit. Andaj dashur vëllezër dhe motra, e ke mundësinë të ndor, e ke lutjen të ndor, e ke armën më të fortë në dorë, nga se pyete veten sinqerisht. Sa herë i ke kërkuar njerëzve, sa herë në jetën tënde i ke kërkuar ndonjë njeriu dhe të ka dëshpëruar? Shumë herë apo. Kjo është normale, se njeriu është i dopt, din edhe të dëshpëron. Por pyete veten tënde sinqerisht, sa herë i ke kërkuar Allahut Azza wa Jall dhe ai ta ka plotësuar lutjen tënde? 100 herë, 1000 herë, pafundësisht apo. Andaj lidhe zemrën tënde çdo herë, edhe kur e ke mundësinë tënde ndor, edhe kur ti mund ta bësh një vepër tënde, lutë Allahun Azza wa Jall që nëse është kjo vepër e hajrit ta realizoj, po nëse është kjo vepër e sherrit mos ta realizoj. Andaj edhe kur e ke mundësinë tënde dhe i lutesh Allahut Azza wa Jall, kjo është më e mira për ty. Po kur nuk e ke mundësinë tënde, përsëri lutju Allahut, sepse Allahu shpesh herë di me qindra raste që Allahu Azza wa Jall edhe kur mjekësia ka dështuar, edhe kur shumë fenomene njëjtë kanë ardhur, nuk kanë mundur ta ndryshojnë një situatë, vetëm lutja në Allahun Azza wa Jall e ka ndryshuar atë situatë. Andaj, ti i cili ke kërkesa drejtuar Allahut, lutja Allahut fuqishëm që Allahu të e pranon lutjen tënde në këtë muaj të bekuar të Ramazanit dhe mos na harroni asesi, edhe ne që jemi vëllezërit tuaj, që të na kërkoni dhe mos na harroni asesi, neve që ne jemi ne vëllezërit tuaj, që të luteni për ne tek Allahu Azza wa Jall dhe në momentin kur ti lutesh për një vëllaun tënd, dije se me laçja yte që e ke në krahun tënd, thot amin edhe për ty. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.